e hedh votim do të miratimin e mëditjeve pagesat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka finalizuar 2 procese kyçe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Nga 6 deri më 17 maj mbi 11.800 qytetarë kërkuan të ndryshojnë qendrën e votimit brenda Kosovës dhe shumica dërmuese e tyre kanë marrë dritën jeshile nga KQZ-ja. Ndërkohë, diaspora ka shënuar pjesëmarrje rekord me mbi 131.000 aplikime të miratuara për votim nga jashtë vendit. Me datën 6 maj ka filluar dhe periudha aplikimit për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës. 131.801 votues janë aprovuar, ndërsa janë refuzuar 10.906. KQZ ka publikuar edhe adresat e kutive postare në 22 shtete nga SBA, Kanadaja deri në Australi dhe vendet e Europës. Antari i KQZ-s nga lëvizja vetëvendosja Alban Krasniqi tha se është verifikuar kapaciteti i këtyre kutive dhe mënyra e grumbullimit të zarfeve. Departamenti përkas i ka sjell adresat të cilat janë të njëjta, të kutive postare për votim jashtë vendit. Vetëm në 2 vende janë ndryshuar, në Danimarkë nëse s'gaboj, dhe janë bërë planet operative të KQZ-s, po edhe të punonjësve apo zyrtarëve të Ministrisë Punëve të Jashtme, të cilët së bashku do të jenë të angazhuar në procesin e mbledhjes dhe dërgimit më pas të zarfeve. Sipas kalendarit zgjedhor, votimi në përfaqësitë diplomatike do të mbahet më 6 qershor, ndërsa në Kosovë më 7 qershor. Në mbledhjen e së martës, KQZ miratoi edhe planin operacional të sigurisë në bashkëpunim me organet e rendit, si dhe programin e trajnimeve për stafin zgjedhor. U miratua dhe dizajni i fletvotimeve që përmban 21 subjekte politike sipas renditjes së tërhequr me shart. Për herë të parë në disa komuna fletvotimi do të jetë shumë gjuhësh në përputhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve.